Bujar Qamili, mjeshtër i madh i këngës qytetare shqiptare, vjen me një dhuratë të veçantë për publikun shkodran. Një koncert recital madhështor, i pari i këtij lloji që organizohet në stadiumin Loro Boriçi. Eventi do të mbahet me 21 qershor dhe pritet të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të verës. Në një konferencë për shtyp, Qamili shprehu falënderime të veçanta për kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Benet Beci për mbështetjen e pakushtësuar që i dha projektit, pa ndihmën dhe besimin e tij. Ky koncert nuk do të ishte bërë realitet, tha ai. Artisti zbuloi se në skenën e stadiumit do të ngjiten edhe emra të njohur të muzikës shqiptare, si Artiola Toska, Shkelzeni Tishi, Mateus Froku. Do të jetë një mbrëmje që i dedikohet Shkodrës dhe të gjithë ardashësve shqiptar, u shpreh Qamili, emocionuar për koncertin që mban emrin simbolik që i fibahet me Shkodran. Ky recital është jo vetëm një ngjarje muzikore, por edhe një akt dashurie për qytetin, traditën dhe publikun që prej dekadash ndjek dhe nderon muzikën qytetare. Është ndërtu mbi bazën e këngës popullore qytetare shkodrane, e cila do të dominojë në të gjithë repertorin e këngëve të mia. Do të jenë paktën nga ana ime mund të jetë mbi 13 këngë që janë të repertorit shkodran. Unë kam këtu edhe maestron, të cilin e kemi qenë në prova, kemi vazhduar dhe provat me një grup shumë simpatik, të cilin jepni të gjithë ju, si quhet Visi, Vis Shkodranit, se bashku me ekipin e tij prej 8 vetësh do të ekzekutojnë të gjitha repertorin e këngëve të mia, por nuk është thjesht vetëm, nuk do të jetë vetëm këngëve popullore shkodrane, do të ketë edhe nga Kosova, sepse unë kam ftuar edhe miqtë e mi, shokët e mi, kolegët e mi, të cilët janë shumë të kënaqur që në një ambient të tillë, siç është stadiumi, e të vinë të performojnë në repertorin e këngëve të tyre, siç është të cilën Shkodra e don, Mateusin, Frokun. Kam ftuar mikun tem nga Gjakova, i cili në çdo koncert nuk lën pak më një këngë shkodrane, siç është Xeni, Shkelzeni Tishi. Gjithashtu dhe ajo që jeton në Shkodran, që Shkodra bie dekun, mbas saj, është Artiola Toska. Dhe është një repertor jashtëzakonisht i madh, rreth gati 2 orë, dhe të gjithë njerëzit me zi po presin. Është era parë që në stadium, sidomos në Shkodër, në Loro Boriçi, bëhet një aktivitet kaq i madh.